Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëni një pyetje. Fokusoni te kjo video që po shikoni në këto momente dhe mendoni për personin tuaj të zemrës. Çfarë mendon ai person në këto momente për ju? Pra, çfarë mendon personi i zemrës tuaj në këto momente për ju? Ky person është një person shumë punëtor. Ashtu si fokusohet te puna dhe kërkon, ashtu dhe i gjen punën dhe i rrjedhin monedhat. Është një biznesmen që pret anit e tij të mbushen me bollok. Është larg dhe në infinit dorët e tij janë me bollok. Është një person pozitiv, shumë pozitiv, që do t'ju ndihmojë në çdo moment. Sepse ka pasur probleme në jetën e tij, por ti për të je ylli i tij polar. Pra, ky mendon për ty në çdo moment të jetës së tij, në mënyrë pozitive. Ky yll polar, bashkë me yjet e vegjël në këtë univers, ndriçojnë perspektivën e jetës tuaj. Pra, e keni si një ndriçim, ai shikon si një ndriçim, si një dritë që shkëlqen në rrugën tuaj. Je një femër e fuqishme, një femër që je plot energji pozitive. Është i dashuruar në maksimum me ty. Ka një energji, ka një pasion fort me ty dhe ju mbrojeni në këtë dashuri nga ky ëngjël mbrojtës në univers, që keni një rrugtim të gjatë për të bërë drejt majës së kësaj piramide. Shpeshherë mërzitet sepse është larg dhe kalon pak në mendime dhe në stres për pjesën që ju ka larg dhe nuk ju shikon për ditë, dhe gjithmonë mendon që të bëj këtë rrugë për të ardhur drejt jush. Sepse e mundon ajo pjesa e largësisë, ajo pjesa që nuk ju ka për ditë, të shikoj, t'ju takoj, t'ju thot fjalë të ëmbla, sepse puna e ka bërë që të jetë shumë i fokusuar tek pjesa e financave e bollokut. Sepse jeni larg. Dhe largësia i ka te këto probleme. Por, ky person mendon për ty gjithmonë, në çdo moment, në çdo sekond, ka një dashuri të fortë, jeni shumë të dashuruar dhe keni një energji dhe pse larg, keni një energji të fortë sepse jeni shumë të lidhur nga ana shpirtërore. Me kë rezonon kjo energji dashurie? Me akrepin, me britjapin, me dashin, me peshoren, me vigjëreshën, me binjakët dhe me shigjetarin. Kurse me gërmat e alfabetit, emër apo mbi emër, mund të rezonoj me gërmën I, Y, gërmën G, gërmën C, Ñ, E, A, gërmën H, E, L, J, P, Gj, D, Sh dhe gërmën Sh. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea